Dashur miq, ku takojmë së bashku dhe sot emisioni Këndi i Diskutimit, ku do të flasim edhe këtë edicion lidhur me mosdurimin që shfaqet shpesh herë në shoqërinë kosovare. Do të kuptojmë qasjen fetare islame lidhur me këtë temë, se si të kalohen rastet e krizës në problemet e përditshmërisë. Me ne në studio Hoxha Ekrem Avdiu. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se takojmë verë. Hoxh, a mendoni se është shndruar në fenomen çështja e humbjes durimit kur njerëzit përballen me probleme, me konflikte të përditshmërisë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ujar është shqetësuese kronika e zezë, me të cilën shoqërohemi pothuajse në bazë ditore, edhe një pjesë e atyre lajmeve të këqija, të errta, e shes se janë, mbasi pjesa dërmuese, janë zhvillime të çastit, shumica e rasteve pa paramendim, thjesht e shes se njerëzit konfliktohen pa ndonjë arsye, pa ndonjë arsye të pranueshme ose pa ndonjë arsye të pritshme. Mund të mos jetë e pranueshme arsyeja, por mund të jetë e pritshme. Kryesisht njerëzit e kanë një lloj me e quajt krenari, po nduket se i hyn hak sa i shprehje të mirë, po një lloj arrogance që askush nuk e duron asnjërin. Kryesisht ngatrohen edhe konfliktohen njerëz të cilët ndoshta për herë të vetme në jetën e tyre takohen. S'po them për herë të parë, se mundet me u prit edhe hera e dytë e tretë, por është hera e vetme. Takohen trafik ose kudo qoftë edhe për arsye banale. Nxehen gjakrat edhe njerëzit fillojnë të shkëmbejnë fjalë jo të mira, në vend se të shkëmbejnë fjalë të mira. Edhe në situatat e këtilla, padyshim që ne gjithnjë themi shejtani rrin gati atje, në gjendje gatishmërie, për me i nxej situatat edhe për me i mbyll shtigjet e zgjidhjeve dhe të rrugdaljeve, për me i fut njerëzit në labirintin e konfliktit. Megjithatë, unë do të thoja se, duke qenë se këto gjëra ndodhin jo rrallë, ndodhin pra bukur shpesh në mesin e njerëzve, dhe që është më e keqja, duke qenë se jemi akoma më pak si një muaj për se ka kaluar Ramazani, po në ndodhin edhe në Ramazan gjanat këtilla, kur po ndodhin në Ramazan konfliktet të ndryshme, unë e kam shprehim me thonë kështu buja, nuk qenë ka shejtani fajtori i vetëm i veprave të këqija. Edhe kjo është një e vërtet e pamohueshme, një e vërtet absolute, për arsye se sikur ne, edhe nga perspektiva e besimtarit, të insistonim se për gjitha veprat e këqija është shejtani ai i cili na cyt, ai i cili na nxit, ai i cili na shpije ka e keqja. Atëherë ne do të ishte e palogjikshme me pas përgjegjësi. Do të ishte e palogjikshme Zoti i plotfuqishëm me na ndëshku për veprat ose me na marrë në përgjegjësi për veprat të cilat i bëjmë, sikur të ishte fajtor dikush tjetër. Mirë, po shejtani gjithsesi e ka punën e vet, por si duket nuk është i vetmi i djallëzuar, si duket edhe në mesin e njerëzve ka shumë djallëzi. Dhe Hoxh, si mendoni, si ka mundësi të ndodhin kaq shumë probleme në një shoqëri e cila në statistika botërore konsiderohet se ka popullsi më të lumtur në botë, ndër vendet më të lumtura. Si ndodh kjo humbje e durimit në shoqërinë tonë? Është gjë e mirë që jemi ndër shoqëritë, ose ndoshta shoqëria më e lumtur në Evropë me disponimin më pozitiv. Konsideroj se jemi mbasi edhe vendi të e pas parasysh edhe gjendjen ekonomike edhe konsolidimin e institucioneve që e kemi, mund të jemi ndër vendet më të sigurta në botë. Edhe kjo nuk e bën vendin imun ndaj problemeve të natyrave të ndryshme, konflikteve në mes njerëzve, në mes edhe mes grupeve, klaneve, edhe pse krahasu me gjendjet në shtetet përreth neve, konsideroj se gjendja tek ne nuk është alarmante. Shiku nga ky këndvështrimi statistikor. Mirë, por ne këtu po flasim si një qasje fetare. Qasje fetare, përveç asaj, por edhe është motivi i brengës.
Po. Ne po flasim këtu si të brengosën, andaj edhe vetëm një rast me e pas të mosmarrëveshjeve ndërmjet njerëzve, ajo për neve duhet të jetë shqetësuese. Jo pse ka ndodhur, për arsye se nëse kemi të bëjmë me situatat që tani më kanë ndodhur, çështja duhet të jetë ndryshe, si ta minimizojmë konfliktin, si të minimizojmë pasojat, si të përpiqemi të pajtojmë njerëzit që megjithatë kanë arritur deri te mosmarrëveshja. Mirë po, do të duhej mbase të investonim shumë, e kjo sigurisht nuk është gjë e lehtë, për të parandaluar, për të prevenuar ndodhjen e këtyre konflikteve dhe mosmarrëveshjeve. E si mundet me ndodh kjo, mendoj se ne si fetar kemi bagazh i cili na ofron komoditet në këtë aspekt, edhe këtë komoditet mundëm me e përjetu edhe me apliku, jo vetëm në çarqet fetare, po mendoj se si ofertë mundëm me ia dhon gjithë shoqërisë. Mbasi do të ishte mirë të nisemi pikërisht nga ajo që u themi nganjëherë ato shprehjet magjike, më fal, të lutem, si urdhna, faleminderit. E thash, të gjitha këto me një shprehje ose në cilin do komunikim thyen shumë barriera. Kur thyen barriera, mendoj se barrierat kryesore të komunikimit mes njerëzve janë barrierat e paragjykimit. Edhe nëse dikujt i drejtohesh me buzëqeshje, ashtu sikur se na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i drejtohesh me këto shprehje të mira, edhe e quan vëlla, ose e quan zotëri, ose i drejtohesh me zot të butë, pa lënë hapësirë që ai të ndihet i provokum, ose i kërcnum, ose çfarë do të qoftë, ti me automatizëm kime ndru diskursin, kime ndru retorikën e komunikimit. Edhe unë e vrej në poezom, për arsye se ne jemi gjithë ditën, domethënë në çdo ditë të jetës sonë jemi në komunikim me njerëzit, jemi në përballje me ta në rrugë, në trafik, në shitblerje, në marrëdhënie të ndryshme, shkon me e kry një punë dikon, gjithmonë domethënë ki komunikim me njerëz, edhe ajo çësia fillestare e jep atë orientimin, madje edhe të epilogut. Puna funit edhe mund të kryhet ose mund të mos kryhet, por nuk kemi pse ndahemi si armiq, si kundërshtar, si njerëz me urrejtje, kemi mundësi të ndahemi si miq, ose të paktën si njerëz që mirë kuptohen edhe nëse një gjë nuk bëhet. Krejt kjo, pra arrihet me atë komunikim, duke respektu etikën e një komunikimit mirëfillt, të cilin na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë tjetër gjithashtu e ndikimit negativ në raportet ndërshoqërore, mendoj se e kanë edhe debatet e shumta, të cilat zhvillohen pothuajse në të gjitha temat e jetës. E që njerëzit kryesisht hynë në arenën e atyre debateve. Ne krijojnë botë kuptime të gabuara apo? Jo, hynë me një guxim të tepruar, të papërgatitur, edhe kësaj pastaj njeriu kur futet në arenë mundet edhe me u pozicionu dikond, me marrë një gard, një pozicion mbrojtës, edhe ndoshta faji i tij është pse ka hyrë papërgatitur, por gjendja e tij është se ai nuk di edhe si të tërhiqet. Ai shprehja popullore ka hyrë dhe ka mbetur në te. Po edhe kjo ka zgjidhje, për arsye se ne flasim, diskutojmë, nuk pajtohemi, nuk kemi gjithnjë të drejtë personalisht, asnjëri prej neve, por edhe nuk është se duhet të insistojmë vetëm në të drejtën, posaçërisht nëse rrezikohet paqja shoqërore. Pra, nëse unë edhe ti jemi duke debatuar për një temë të caktuar, synimi çka duhet të jetë? Synimi të jetë të ndriçohet një e vërtetë, të del në pah një ide e duhur, e saktë, e qelluar e kështu me radhë. Mirë po, nuk duhet të insistohet në këtë në llogari të raporteve ndërmjet neve. Pra, duhet të pasur kufit. Kështu duhet me e thonë këtë punë edhe një herë. S'është patjetër me e qitë në pah një të vërtetë, nëse unë e tjetë duhet me u idhnu ndërmjet vete. Dhe kjo e vërteta si fjalë, si term, nga këndvështrimi fetar e ka një shenjtëri bukur të madhe, respektabile, ne si besimtar e respektojmë shumë. Mirë po,
Allahu i madhruar na ka mësuar me shumë ajete që ajo paqja në mes njerëzve, mos urrejtja, mos armiqësimi, në shumë raste mundet me qenë prioritet. Unë mendoj se, kur është në pyetje e vërteta, në ndriqimin e saj insistohet vetëm atëherë kur rrezikohet që për një mend ajo të humbet, edhe të mos njihet. Mirë, po nëse nuk rrezikohet çrrënjosja e të vërtetës nga një logjik, le të jetë edhe kolektive, atëherë në këtë rast bën me hek dorë prej debatit edhe nëse e vërteta nuk është ndriçuar e tëra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ana zaimun bi bejtin fi rabadil janna liman taraka al miraa walau kana muhiqa. Thot unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhennetit atij njeriu i cili e lë polemikën edhe nëse ka drejt. Pra unë edhe ti përballemi tash edhe debati ynë ka eskaluar në polemik, zonat mundën me u ngrit, ti e ke mirë, unë e kam gabim, por ti je tolerant, unë jam kokfort. Edhe çka ban? Ti malshon udhën mu, e vërteta nuk del në pas, ajo çka jam të thonë edhe çka jam të insistu, unë nuk është e vërteta. E vërteta është ajo çka je të thonë ti. Mirë, po ti je i mençur në këtë rast, e lëshon rrugën, hek dorë nga polemika, e cila tani është veç edhe një stacion afër armiqësisë. Që e vërteta pastaj nuk rezulton. Kjo që kemi nevojë për një edukim, në këtë rast edukim fetar, në komunikimin me njerëzit dhe në kultivimin e urtësisë dhe atij reflektimi që duhet vi para se të ndodhë veprimi që në këtë rast po ndodh si pasojë e mosdurimit veprime jo të matura dhe çojnë deri në cënimin e jetës së njeriu. Padyshim, bojar, ne kemi nevojë për një gëdhendje në sjelljet tona, në çndrimet tona, kemi një nevojë për një stërvitje prej cilës do të fitojmë aftësinë e vetëpërmbajtjes. Pastaj kemi nevojë edhe për një vetëdijësim sipas të cilit nuk është bërë patjetër me i marrë gjanat personale. Edhe nëse flasim për kauza të rëndësishme shumë. Sot për shembull në shoqërinë tonë njerëzit për çka janë më të përçam, për çka janë më të armiqësuar, një pjesë e madhe janë pikërisht për ato gjëra të cilat më shumë se çdo gjë tjetër do duhet njerëzit të ishin të bashkuar rreth tyne. Atë dashuria, patriotizmi, kombëtarizmi, gjëra të ndryshme që fatkeqësisht edhe në praktikën e njëmërie njerëzish, po edhe në retorikën e tyne, e sheh se kanë mbet vetëm folklor, kanë mbet fjalë pa përmbajtje, për arsye se ti i thu veti unë jam ma shqiptar, se ti e rac kështu, e ofendim me bambu, me anikneje, tash ku është ai shqiptaria jote, cilën ti po flet, edhe në cilën ti po thret. Apo thu hajde të bëjmë të gjithë shqiptar. Edhe për me jemi të gjithë shqiptar, edhe nëse na dallojnë nga njerë edhe besimet, edhe përkushtimet ndaj fesë, edhe mosbesimi, edhe kështu me radhë dallojnë njerëzit. A e kemi një pikë të përbashkët që është përkatësia kombëtare, po atë le të rrim që aty së bashku, s'kemi nevojë me i thonë njëri tjetrit, ti je më pak shqiptar se unë. Këtu në ndikim shumë negativ e ka pas edhe vazhdon me e pas politika, gjithsesi. Kur them politika, e kam për qëllim subjektet politike në përgjithësi, po militantizmi si logjik, si deformim, si s'po di çysh më e quajt, i cili i ka fragmentarizu njerëzit tanë, jo vetëm tash edhe në bazat besimit, besimi nga njerë edhe shfrytëzohet, keq përdoret për me i përqa hala ma shumë, mirë po thjesht edhe animet politike që një pjesë e vogël e njerëzve edhe nuk është edhe që marrin vesh atë shumë, thjesht e kanë një pasim verbrisht të një subjekti, të një lideri, të një kështu me radha, është në gjendje për ta pushk me qitë. Sikur të ishte një konotacion pozitiv, do të ishte shumë e mirë kjo, po kjo është një gjë shumë e keqe. E kemi pastaj edhe për të qenë real, edhe vetë kritik, edhe në aspektin fetar kemi, duke qenë se besimi, islami, ose themi, Kurani dhe Sunneti, do të duhet të na bashkonte më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe këtë rol e ka, këtë mision e ka, mirë po e shohim fatkeqësisht që në realitet edhe kjo e ka një ndikim, jo bashkë ndikimin e duhur të unifikimit mes njerëzve, mes besimtarëve.
Pse ndodh një gjë e tillë? Pikërisht për shkak se njerëzit në përgjithësi thash futen në arenën e debatit të papërgatitur. Pozicionohen për shkak të mosnjohjes, për shkak të mosdijes, për shkak të ignorancës, për shkak të deformimeve të kuptuarit e gjanave, që edhe këto janë shumë, domethënë edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin shoqëror, edhe në atë politik, edhe çfarë do, domethënë janë evidente te njerëzit në përgjithësi. Edhe si rrjedhoi pozicionohet aty me një pozicionim të ngurtë edhe nuk ka kush që e lëviz prej aty. Edhe fillojnë pastaj përçamjet. Funi funit mendoj se hapësira në të cilën jetojmë, edhe hapësira brenda të cilës besojmë, edhe korniza e gjithë atyre rregullave, cilave ne u përmbahemi, edhe si besimtar, rregullat e besimit, të ibadetit, të mirësjelljes e kështu me radhë, është aq e gjanë saqë edhe nëse e lëm hapun që njerëzit të futen te e kështu do duhet të ishte, nuk është se neve na ngushtohet hapësira. Po mundohna me thjeshtësu një logjik, nëse unë i pranoj të gjithë si musliman, pra ata që deklarohen si të ktill, nuk është se mu mbetet më pak hisën në islam, por ngurtësia edhe mentaliteti i mbushur me ignorancë, fatkeqësisht e bën që kjo hapësirë të përjetohet si shumë e ngushtë dhe s'ka vend për të gjithë aty. Ty duhet me të eliminu, atë tjetrin duhet me eliminu. Pse? Sa i mendon ndryshe prej asaj që mendoj unë. Edhe sikur të mendonim ajo që ka në fe është vlerë. Po, edhe sikur të mendonim, sikur të gjithë të mendonim, do të ishte mirë, po pjesa dërmuese atyre që synojnë në eliminime dhe në etiketime, ata nuk mendojnë, ata janë, si me thonë, pompohen, injektohen me ide të caktuara, ai vetë nuk e ka idenë. Ative që i ka thonë dikush, filanin nuk bën me ndëgju, mas filanit s'bën me u fal, mas kësaj, pse? Për shkak se ai thot ai i lejon zgjedhjet, ai i lejon votimet. S'është temë kjo. I lejon si lejon, nuk ka asnjë hoxha që e bën një gjë të tillë. Hoxha ka mendim për temë të caktuara. Mirë, po këti i është injektu kjo, edhe është mbyllur me pasuard dhe aty sa dush, bën mohabet me voti për te i papranueshëm. Kur flasim për çështjen e kalimit apo në eskalim të shpesht dhe të shpejt të situatës kur njerëzit kanë konflikte të ndryshme të përditshme, si hoxh, a shihni se këto raste, këto situata vijnë edhe si pasojë mungesës së lidhjes me Zotin që kanë njerëzit? Padyshim që po. Dikush, kur të dëgjoj këte që po duhet me thonë, mundet me thonë, po mirë, kjo si hoxh që shto do të me folë. Po ne sigur ta kishim një lidhje të mirëfillt me Zotin. Nuk është se jeta do të bëj perfekte, ideale, xhennet. Jo. Po sigurisht që problemet e ndryshme do të minimizoheshin, një numër i madh i konflikteve do të parandaloheshin e kështu me radhë, edhe pse edhe në ato shoqëri që nganjëherë mendojmë se kanë qenë shumë më të mira se ne, edhe aty ka pas konflikte, pas kohë. Pra, konflikti është njerëzor. Sigur gabimi është njerëzor, mosdurimi është njerëzor, ngotia, nxitimi është njerëzor. Kjo e ka shoqëruar njeriu prej filleve të para të ekzistencës së tij. Po në fakt, si e ndihmon feja pra individin? Feja ndikon shumë që të mos vijë në ato vendime të rënda, në fakt edhe të pakthyeshme pastaj. Feja ndikon shumë pozitivisht në parandalimin e këtyre gjanave. E përmendëm rastin e heqjes dorë nga debati edhe polemika, edhe nëse ke drejt. Lëshon rrugë. Bujar, menoj, porosia më interesante e kësaj, heq dorë nga polemika dhe nëse ke drejt, është për me u tregu njerëzve se nuk janë të gjitha të vërtetat, detajet e të vërtetës, që do të detyrimisht me bo luft për to, do të me u konfliktu, me janë zirë sytë dikujt për to. Se thot dikush, po kjo është e vërtet, unë jam parimorë, nuk lëshoj pen të vërteta. Po mirë be, thot ai tjetri kur i thu mos përgojo, çka thot? Po kjo është e vërtetë, çka po them? Ja them edhe ndërsy. Nuk e bën kjo aktivitetin tonë legjitim, përgojimin nuk e bën halal. Pse e ki gatishmërinë mi ja thon edhe ndërsy. Pra, kemi një renditje të gjanave sipas rëndësisë dhe vlerës që kanë, ku rujtja e raporteve të mira
edhe të harmonisë shoqërore, në situatat caktuara ka përparësi më shumë se sa qitja në pah e një të vërtete. Dhe në këto situata në cilat kalon edhe shoqëria jonë, flitet shpesh për humbjen e durimit. Nuk ka njerëzit sabër, bëhen nervoz shpesh dhe shpejt dhe reagojnë në afekt. Neglizhenca e sabrit, Hoxh, në sjelljet shoqërore është problematik kyç? Mbase duke qenë sabri është shumë i rëndësishëm. Pa dyshim, prej gjanave më të rëndësishme, madje kisha thonë unë prej gjanave të rëndësisë esenciale, për shkak se me sabrin janë të kushtëzuara, jo të lidhuna, po të kushtëzuara të gjitha gjana tjera. Çdo sukses në jetë është i lidhur me sabrin. Nëse ndalemi të përkushtimi në fe, nuk mund të me ndodhë pa sabër. Nëse kalojmë të vetë përmbajtja prej gjanave të ndalume, nuk arrihet pa sabër. Nëse kalojmë të përballja me të pakëndshme të cilat i sjell ligji i Zotit në jetë, kaderet që themi ne, nuk arrihet pa sabër. Nëse kemi të bëjmë me një komunikim të mirëfillt mes njerëzve, madje edhe mes më të afërmëve, më të dashurve ndërmjet vete, edhe kjo nuk arrihet pa sabër. Dhe pikërisht për shkak të kësaj, Allahu i madhruar ka thonë innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, vetëm durimtarve Allahu i madhruar ka më ia dhënë shpërblimin e tyre pa llogari, pa mas. Të duhim mbase njerëzve, për shkak se jeta për një mendje ka një dinamik e cila nganjëherë na streson, ose ne thjesht jemi dorëzu para atyne presioneve të jetës, edhe themi stresi na mbyti. Mendoj se më tepër këtu ka një dorëzim se sa që do të duhet të ishte ose të shërbente si arsyetim për një pjesë të gabimeve që ne i bëjmë. Jeta është bërë shumë dinamike, por gjeneratat para neve kanë jetu shumë më vështirë se ne. Ata e kanë pas jetën shumë më të rëndë se ne e kemi shumë më të lehtë. Edhe ata kanë qenë shumë më të durueshëm, shumë më tolerant me njëri tjetrin, shumë më të gatshëm me dëgju tjetrin, me komuniku e kështu me radhë. Mendoni se kjo jetë më e lehtë bën njeriu që të jetë i shkujdesur? Po gjithsesi, unë mendoj edhe fuqishëm mendoj se komoditeti e bën njeriu të shkujdesur. Ndërsa krizat e bën njeriu që të jetë i kujdesshëm. Për shembull, me i thon dikujt bëj kujdes se nëse kalon këtu pari mund të rrshqasash në ndonjë grop, ose mund të shkelesh në mina, fush e minume. Ai gjithsesi do të jetë shumë i kujdesshëm. Ndërsa njerëzit kur dalin në rrugë të cilat janë të sigurta, edhe e dinë se aty nuk ka gropa, rruga është e drejtë, asfalti është i mirë, e kështu me radhë. Çka bëjnë njerëzit? Vozitin më shpejt se sa është e lejume. Si rrjedhoj shkafet, si rrjedhoj mungesës së kujdesit, ose edhe shkujdesjes në tanësi. Kështu që mendoj se është e pamohueshme që komoditeti edhe jeta në rehati, nganjëherë njerëzit i bën edhe më agresiv, i bën edhe më për shkak duke qenë se nuk do të duhet të ishte kështu. Absolutisht nuk do të duhet të ishte kështu. Por njerëzit fillojnë me lakmu, sa më tepër që kanë, fillojnë të lakmojnë edhe diçka edhe më tepër, edhe mundot me shkel edhe atë kufin e atij koishis, edhe atij tjetrit, edhe shohim se në të kaluar njerëzit kanë pas më pak, ama janë konë më zemërgjerë. Kanë nda bashk atë të mirë që e kanë pas, sot njerëzit janë më zemër ngushtë, edhe e vrejmë se një pjesë e pikërisht e këtyne konflikteve ndodhen edhe jo për të mbijetu, se do shta tingëllon e vrasht me thonë... Për apetit e luksi më shumë. Jo, të them kështu, do shta tingëllon e vrasht me thonë, po për me mbijetu, do shta dikush diken do të me eliminu luftat që bëhen. Ka luft, nuk jenë të dy palët në luft të drejt, po njëna palë është duke u mbrojt. Edhe rezistenca atyne që janë duke u mbrojt është legjitime, po ai për me u mbrojt s'ka çare pa eliminuar mikun. Do të thonë, kjo është mbijetesë, po një pjesë e madhe, shumë e madhe e konflikteve që ndodhin te ne, s'ka të bëjë me mbijetesën, ka të bëjë me gjëra banale, me gjëra skajshmërisht banale, që ndoshta e te i kalojnë edhe dimensionin e materiales. Hoxh, e di që asnjëherë nuk preferoni të gjykoni rastet, situatat. Mirë po, cili është
pozicioni i fesë islame në këtë rast përballë akteve të dhunës, sikurse është dëmtimi i trupit, i dikujt tjetër, i akteve të vrasëse, kështu me radhë. Cili është rreziku dhe ku çojnë këto mendime? Bujar, ti s'kam dyshim se ti i ke dëgju, po besoj edhe një pjesë e madhe e audiencës, e shikuesve të këtij emisioni. E dinë se Islami në mes tjerash ka ardhur për garantimin e disa shenjtrive. Janë disa gjëra të cilat Islami i trajton si shenjtri, edhe shenjtri do të thotë e paprekshme, e garantueme, mos ja prek, mos ja cëno tjetrit, e drejta e besimit, e drejta e pronës, e drejta e kështu me radhë, e drejta e jetës. Edhe kur jemi të jeta, atëherë nuk di të ketë shenjtri konkrete, më të rëndësishme, më me peshë se sa e drejta për të jetu. E Islami këte e respekton shumë. Edhe për këtë arsye, konform këtij respekti, pastaj Islami i ka përligj edhe ato rregullat edhe dispozitat të sjelljes. Në radhë të parë, jo në radhë të parë edhe ato frymëzimet, për shembull që e bojnë, që e qesin pa shëmtin edhe peshën e rënd të krimit të vrasjes. Ose vetë vrasjes, edhe vetë vrasja është vrasje, veç është vrasje e vetë vetës, nuk është vrasje e tjetrit. Po në të gjitha rrethonat vrasja mbetet, vrasja pa të drejtë mbetet krim shumë i rënd, për i krimeve më të rënda, madje për me e kuptu se besimtarët megjithatë në atë folderin e shenjtrive të tyre, kanë edhe shenjtrinë e besimit, e të fesë, e të simboleve fetare, e në kryet tyre në base shenjtria e qabes, ndërsa Islami thotë se shenjtria e jetës e një individi është më e rëndë, më e madhe, e më e garantuar se sa shenjtria e qabes. Që do të thotë se një besimtar më të rëndë e ka me e vrani njeri, se sa me shku me makinerit caktume me rënu qabet. Apo si konsiderohet si vrasja e gjithë njerëzimit? Ose në anën tjetër që e përmend Kur'ani, sikurse men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a, ai i cili e vret një njeri pa të drejtë, është sikurse ti kishte vrarë të gjithë njerëzit e botës. Kjo është gjë e madhe shumë. E tash domethënë a ka zgjidhje masi të ndodh, është tjetër temë. Juridikisht Islami edhe vrasjen e trajton në një mënyrë interesante. Domethënë çësia e Kur'anit ndaj vrasjes para se me ndodh është shumë e vrashtë. Nuk le asnjë hapësirë, asnjë alternativë që njeriu me seriozitetit. Pse? Për arsye se askujt mos i shkoj mendja që të vras. Por nëse ka ndodhur vrasja, pastaj Islami e ka dhe ilaçin. E përmenda më herët parandalimin edhe minimizimin e pasojave. Janë dy gjëra me të cilat edhe ne si shoqëri detyrimisht përballemi. Sot për shembull në shoqërinë tonë mendoj që është gjë e mirë që hala funksionon ajo, si më thon, ajo etika e pashkruar që kur ndodh konfliktin mes dy njerëzve, një palë e tretë e pa anshme ju bjen mas, edhe shkon për me u mundu me i pajtu. Po nëse është e pamundur me i pajtu, atëherë mos me leju me u thëllu kriza dhe armiqësia mes tyre akoma më tepër. Kjo është gjë jashtëzakonisht e mirë. Për shkak se njerëzit kanë nevojë pikërisht për këtë, e posaçërisht të e pas parasysh se njerëzit kur bojnë çfarëdo lloj gabimi, sidomos ato të cilat i bojnë në afekt, e thamë në fillim se një pjesë e madhe e konflikteve me pasojat e tyre ndodhin pa paramendim. Ato që bëhen në afekt, për shembull, njerëzit shkëmbyn fjalë të rënda ose ofendime, shamje, në trafik ose kudo qoftë, dy njerëz që nuk njihen ndërmjet vete, thjesht rastësisht janë taku. Ose Zoti na ruaj shkëmbejnë edhe sulme fizike, shkëmbejnë grushte ndërmjet vete. Me njerë bëhen pishman pse ndodhi kjo. Secili prej njerëzve me automatizëm pas 10 sekondave thot ka pas mundësi me u zgjidh ky problem ndryshe, mirë po ja që ne u ngutëm. Mirë po pishmanllëko, keqardhja, nuk është se mundet me e kthy kohën mbrapa edhe tash me e korrigju njeriu veten për herë dytë mos me Pra ka shumë rëndësi parandalimi. Mirë, do të flasim edhe për disa çështje tjera, por tani dashur miq, shputemi vetëm për pak çaste, rikthehemi pas pak.
Dashur miq, po shoqëronim me emisionin Këndi i Diskutimit me Hoxhën Ekrem Avdiu, po flasim lidhur me udhëzimet islame mbi problemet që ndodhin në shoqëri. Hoxh, doja tani të ndalemi tek çështja e rëndësisë së ndërtimit të vetdijes së shëndosh në shoqëri për sjelljet, për vlerat, kur ato janë në mungesë. A ke dëgju një fjalë që thojnë njerëzit, nëse të shkon mendja me numru deri në 10, disa thojnë me numru deri në 10. Fetarët thojnë me ra shahadet, ose me çu salavat. Një pjesë e madhe e konflikteve do të evitoheshen. Për arsye se jemi dëshmitar, edhe po është një vërtet e pamohueshme. Asnjë konflikt nuk lind me peshën e epilogut. Lindin kryesisht shkëmbim fjalësh pa nevojë, fjalësh tranda ose ofenduese se çfarë do të qoftë, deri te eskalimi, deri te më e rënda, dhe e shohim se nëse shërbehemi me atë logjikën e djallëzisë, themi se shejtani nuk ndalet derisa të mos ndodh vrasja, nëse mundet me ia dal. Edhe në momentin që ndodh vrasja, një pjesë e madhe e njerëzve për një mend e shohin se kanë gabu. E tash, që ata 5 sekondat e numrimit deri në 10, ose shqiptimit shahadetit, ose të salavatit, janë vendimtar, po janë vendimtar në fillim, jo në fund, se në fund masanej njerëzit janë në gjendje këtë dunjan me e dhanë, por nuk mundën me e zhba një të keqe që e kanë ba. Te konflikti duhet pas parasysh disa gjana. E para, se s'mundet me ndodhë konflikt një anshëm, nuk i thojnë konflikt, i thojnë agresion. Dikosh del e rej dikan, a herifi ka hëngër dajak, po s'ka qenë fajtor. Këti nuk i thojnë konflikt, i thojnë sulm. Konflikti është kur të dy palët, ka reciprocitet në qoftë konflikt verbal, ose fizik, ose çfarë do qoftë. Edhe tash në këtë rast, askush nuk amnestohet. Për arsye se, kanë thonë, fjala e tërheq fjalën, fjala e ngreh fjalën. Edhe fillojnë me fjalë të lehta, kalojnë fjalë të rënda, fillojnë me veprime banale, pastaj kalojnë me veprime skajshmërisht të rënda dhe agresive. Edhe këtu, sikur veç njëra palë të tërhiqej, në shumicën e rasteve nuk do të kishte konflikt. Dhe pikrisht këtu vjen shprehja ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fi an-nar." Thot kur dy besimtar përballen me shpatat e tyne, edhe vrasësi edhe viktima do të përfundojnë në skater, në xhehenem. Shumë interesant është kjo punë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata që e kanë dëgju këtë thonje janë çuditë dhe kanë thënë, kanë shpreh habin, kanë thonë i dërguari i Allahut, vrasin po e dim pse shkon në xhehenem, se ka vrarë, po viktima pse, po tha potencialisht edhe ai është vrasës, veç se nuk ju dha mundësia, se ai do ta kishte vrarë, po të kishte mundësi. Andaj në këtë rast duhet secili të merret me përgjegjësinë personale. Këtu Hoxh po e prekni edhe çështjen e forcës, sepse këtu dy luftimi shprehet edhe me forcë. Cila është në fakt ajo forca e vërtetë e besimtarit, duke përjashtuar agresivitetin? Bravo, e ke përmend shumë. Qysh bëhet i fortë besimtari ose i fuqishëm? A din që ka thonë njerëzit në situatat këtilla, thotë unë ja kisha lëshuar rrugën, po ai kishte menduar se po tute. A është kështu apo jo? Me këtë arsye tonë. Po kjo është justifikim, kjo nuk është arsye. Edhe kjo është djallëzi, pikrisht që tu flen djallëzia, për çfarë arsye? Për arsye se nuk ka njeri i mençur në dunjë që e çorton ose e shan atë që lëshon rrugë, edhe i shmanget konfliktit. Të gjithë thonë bravo i qoftë, i lumt, Allahu e shpërbleft. Pse? Për arsye se ky e ka evitu një konflikt, edhe ky i ka shpëtu potencialisht dy jetë, edhe jetën e vetë edhe jetën e tjetrit. I ka shpëtu dy përgjegjësi, i ka lënë të pastërta dy ndërgjegje. Do thonë nuk ka mundësi nëse ti e eviton një konflikt me mençurinë tënde, me vetëpërmbajtjen tënde, nuk ka mundësi dikush me të thonë u friksove, ti ishe qyçan e kështu me radhë. S'ndodh kjo. Mirë po shejtani ala vazhdon me përshpërit për me ju thonë njerëzve mos lëshoni pe, mos lëshoni rrugë, se kjo është e keqe.
Mirë po ai i cili e eviton konfliktin, ai fiton shumë. Në radhë të parë e fiton kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Në radhë të dytë e fiton komoditetin e vet, komoditetin e shpirtit vet dhe të ndërgjegjes vet, për arsye se nëse nuk lëshon rrugë dhe nëse nuk lëshon pe, mund t'jesh më i shkath, më i shpejt, më kështu me radhë dhe mund ta dëmtosh palën tjetër, ose ai mund t'jetë më i shpejt se ti dhe mund të dëmtoj ty, por përgjithësia është mbi të dytë sipas asaj që tham pak më herët. Ndërsa ku qëndron forca e besimtarit në pyetjen e mrekullueshme që e bën. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu men yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Nuk është i fortë, trem, i guximshëm, hero, thuj çka dush. Ai i cili është i fuqishëm fizikisht edhe me atë shkaftësinë e vet i rrezon njerëzit. Sura i thojnë mundjes. Mundësit i ke pa, cili e rrezon njeriu ose ja çet shpinën tokë, ai fiton. Thot nuk është i fortë vetëm ai i cili ka aftësinë e mundjes së të tjerëve. Por kush është i fortë? Thot i fortë është ai i cili përmbahet, vetë përmbahet, kur të gjithë parametrat e zemrimit edhe të gjitha arsyet e zemrimit janë evidente. Pra ka arsye me u zemru, ka arsye me u hidhnu, mirë po e përmban vetën. Pse qenë ka e nevojshme me u përmbajt në rast zemrimi edhe hidhërimi? Për shkak se në gjendje të zemrimit edhe të hidhërimit, në gjendje të mlefit, njeriu nuk ka gjykim racional. Secili prej neve, kur kemi qenë në gjendje të zemrimit, kemi thonë gjana të cilat me njerë sa na ka kalu zemrimi, jemi ba pishmam pse i kemi thonë. Do të bënim të shmas me i gjba. Ashtë kështu apo jo? Ashtë evidente kjo të secili njeri. Zemrimi është dobësi njerëzore. Është dobësi e cila nga njerë mund të shfrytëzohet edhe të përdoret për mirë. Mirë, por në shumicën e rasteve është e damshme. Edhe vetë ne e gjykojmë vetën tonë kur ndërmarrim gjana ose flasim gjana në gjendje zemrimi edhe mlefi. Andaj vetë përmbajtja në këtë rast është pikrisht ajo pika e forcës, edhe mbase për me ngopat me thonë atë urin e logjikës edhe të arsyes, ban me ju thonë njerëzve edhe kështu: përmbajo, ndalo, mos ban asgja, mos thuj asgja, mos vepra. Po nëse të mbetet marak, nesër, je pishman pëse s'ke bo, nuk është vonë me e thonë një fjalë që të duket se është dashtë sot me e thonë. Ose me ndërmarr një veprim. Mirë, por nesër unë nuk besoj se je duke mendu ashtu që ke mendu sot. Edhe nëse e ke thonë sot një gjanë, nesër nuk mundesh me e që thonë. Nëse e ke ndërmarr një veprim, s'mundesh me e që ndërmarr edhe me e këthy mrapa. Ndërsa nëse e ke lonë pa thonë, nesër mundesh me e thonë, s'ka problem. Dua të them që vetë përmbajtja është një gjë shumë e mirë, nuk nevojitet kush e di çfarë sakrifice në atë aspekt, disa çaste, vetëm pak çaste edhe shumë konflikte mund të evitohen, posaçërisht ato konflikte të cilat vërtet edhe zanafillat nuk e kanë të përshtatshme për me qenë bazë e konfliktit. Ato edhe është marrë me vazhdu njeriu dhe me thonë, ose me u hamend, a me u konfliktu apo jo. Jo vlla, se s'pat nevoj, për çka? Ke hyrë në dyqan për me ble një gjë, ose ke shku një sportel për me e kërku një shërbim, ose ke qenë duke prit në radhë për diçka çka do të qoftë, ose në semafor, ose në udhkryq, ose në vendkalimin e këmbësorëve. Krejt këto janë gjëra të cilat turp është me mendu, me thonë kam drejt me u konfliktu me dikën. Dhe hoqë, sigurisht që parandalimi ka shumë rëndësi, dhe në anën tjetër kjo bëhet përmes vetëdijësimit. Dhe këtë sigurisht duhet ta bëjë çdo individ, por edhe shoqëria në të anësi, ku ka edhe grupe shoqërore që duhet mirë me këtë pjesë. Në këtë rast, duke qenë se po flasim për këndit fetar, si po kontribuon xhamia në këtë rast, feja, mësimet fetare, që në shoqërit ketë paqe e jo agresivitet? Bojar, mendoj se janë dy gjëra të rëndësishme për me i thanë. Xhamia frekuentohet kryesisht nga dy kategori njerëzish. Ata që vinë rregullisht në xhami, edhe si rrjedhoj ata marrin pjesë rregullisht në
aktivitetet e xhamisë që kryesisht janë ligjërata, mësime, fetare, përkujtime, këshilla e kështu me radhë. Dhe ata që marrin pjesë në këto këshilla kanë një mundësi të ardhme u vetëdijsu dhe mendoj se ndikimi është i pamohueshëm te kjo kategori e shoqërisë. Është kategoria tjetër, ata të cilët e frekuentojnë xhaminë vetëm ditë xumaje. Edhe një pjesë e vogël që frekuentojnë vetëm në Bajram, po ata që e frekuentojnë vetëm në xuma xhamin, hutba e xumas është një dritar, është një medium shumë interesant, edhe shumë i rëndësishëm, por prej pozicionit tash të ligjëruesit të xumas, prej pozicionit të khatibit, po them, atë shumë ka tema, atë shumë ka brenga, atë shumë ka halle për të trajtuar sa që një xuma nuk po mjafton. E posaçërisht të e pas parasysh se xumaja megjithatë nuk është ligjëratë akademike, është përkujtim i çastit. Është ditë mesazhi. Është ditë mesazhi, është një solemnitet që si ligjëratë nuk do dojtë të i kalonte 10-15 minuta në rrethanat tona, po them, e në ato 10-15 minuta po do të njeriu me qenë shumë i përgjithshëm, edhe shumë i matën, po edhe shumë syqel për me zgjedhë një temë dhe me e përçu një mesazh. Tash ata që vinë veç në xhumë, megjithatë, edhe ata e kanë një përparësi që i bën të dallojnë nga ata që nuk vinë fare në xhami. Edhe nuk e dinë se çka ligjërohet e çka flitet në xhami. Kryesisht temat e hutbeve të ligjëratave të xhamisë janë tema që të i kalojnë dimenzionin e besimit edhe të fetarisë. Nuk janë thjesht tema veç me përmbajtje të ngushtë fetare, por janë tema që preken shumë fusha të jetës shoqërore, shumë probleme, nga njerë edhe prej atyre më të komplikuarat, posaçërisht të e pas parasysh se sot ne, elhamdulillah, në qiellin tonë edhe në vendin tonë, kemi ligjërues shumë të zotë, edhe të kualifikuar, edhe me përvojë, edhe të matur, edhe të dëshmuar, edhe kështu me radhë. Edhe i kisha lutë, ju kisha bo apel të gjithëve që bilën ditën e xumat të shkojnë në xhami, të paktën, se dikush mund të thotë po, ne s'falem si të shkoj, shka, nëse ki ko, rinë në bord xhamis, hiç mos u falë, ndëgjoj qatë ligjërat. Edhe kime e pa, se kimi ja pa hajrin shumë. Shumë dritare kanë me të hapë, shumë horizonte kanë me... Pra vazhdimisht ndihmon në kthimin në ekuilibër të njeriut. Që po. Unë mendoj se, bujarë se në përgjithësi, hoxhallarët tanë janë në nivelin, me një vlerësim të përgjithshëm, kështu pa hyrë në detaje, në nivelin e duhur të përgjithësisë, për ato sfida me cilat përballet shoqëria jonë, për rëndësinë e atyre lidhjeve që duhet të kultivohen, asaj harmonie e cila duhet të ruhet me fanatizëm, jo vetëm brenda komunitetit fetar musliman, po brenda shoqërisë më gjerë në përgjithësi, edhe jemi duke u mundu me dhënë një kontribut. Nga njerë hoqë shtrohet ajo pyetje se kush duhet bërë më shumë. A mendoni se duhet kthyer secili tek vetja, nëse unë duhet bëj diçka më shumë për shoqërinë? Padyshim që po, unë mendoj se këtë pyetje secili duhet me e parashtruar në veten e parë. Edhe shprish punë me bë temë kush duhet të bëj, e të mlidhemi për shembull në një tryez, një spektër njerëzish ose institucionesh të ndryshme dhe secili të flas për përgjegjësinë e vet. Unë e them në vazhdimsi se përgjegjësia është e lidhur me fushën e veprimit, me hapësirën e veprimit, me kompetencat. Do të thonë ti ki përgjegjësi atë sa ke mundësi me vepru, edhe hapësirë me vepru. Unë nuk muj me i thonë dikujt, për shembull, mos u konfliktoni. Unë i them mos u konfliktoni, por nëse ka ndodhur konflikti, unë nuk mundem me bë gjykatësin, as që pretendoj, as që kam dëshirë dhe gatishmëri. Por pastaj secili nëse e bën punën e vet, duhet jetë brengë secilit prej neve, a mos kam lënë ndonjë gjë pa bë, edhe si pasojë asaj shkujdesjes time ose pasivitetit tim, po ndodhin këto konflikte, këto të këqija e kështu me radhë. Sigur ta kishim këtë brengë të gjithë në një nivel më të gjatë shoqëror, mendoj se do të bënim më shumë, edhe si rrjedhoj e keqja do të paksohej. Mendoj se nuk ka mundësi e keqja të çrrënjoset edhe të eliminohet në tansi. Po ne duhet ta bëjmë punën tonë. Po sfida jonë është që ta minimizojmë atë edhe ta bëjmë punën tonë. Shumë i falenderojmë shumë hoqë. Ishte kënaqësi mirë. Dashur miq, kjo ishte tema sot me këtu të emisioni Këndi i Diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.